Përshëndetje, përshëndetje të nderuar ndjekës, përshëndetje të dashur miq. Fillimisht ju kërkoj në fakt falje për zërin tim, sepse kam në gjendje shumë të keqe, por besoj që gjatë kohës, gjatë ditëve në vazhdim, do të rikuperohem dhe do të rikthehem në atë që kam qenë, por edhe kështu nuk jam keq. Rëndësika që jam aktiv për të sjellë tek ju ngjarjet më të fundit, lajmet më të fundit dhe dinamikat më të fundit që po ndodhin në jetën e artistëve shqiptar. Sot është data 26. Sot kemi premierën e këngës Jetë, një këngë që nga sekuencat e para, të cilat janë publikuar, nuk kupton që do të jetë një mega hit. Por çfarë përmban brenda kjo këngë dhe pse pritet me kaq padurim nga publiku shqiptar? Pas një pauzë krijuese të mbushur me reflektim dhe përkushtim artistik, këngëtarja e njohur shqiptare Egli Tako vjen sonte me një projekt që pritet të lërgjurëm në zemrat e publikut. Kënga më e re e saj titullohet Jetë, një baladë emocionale që shpalos ndjenjat më të thella të një gruaje që lufton çdo ditë për të mbijetuar në një realitet të ashpër, të ngarkuar me sfida, pa drejtësi dhe shumë dhimbje. Premiera e klipit do të bëhet sonte në orën 18 në kanalin zyrtar të Egli Tako në YouTube. Dhe gjithçka është gati për të sjellë një eksperiencë muzikore të paharrueshme. Egli Tako e ka konsideruar gjithmonë artin si një formë të fuqishme shprehje shpirtërore, por kësaj here ajo ka shkuar më thellë se kur. Jetë është një këngë që flet me zërin e një gruaje të thyer, por që nuk thyet kur. Një gruaje që nuk ka luksin të qaj gjatë, sepse pas çdo rrëzimi e pret një detyrë tjetër, të ringrihet. Kjo këngë është një rrëfim i dhimbshëm, por edhe një thirrje për forcë, për ndërgjegjësim dhe për solidaritet mes grave që kanë përjetuar padrejtësi, dhunë, përçmim apo vetmi. Në një kohë ku realiteti shpesh është i vështirë për të përballuar, Jetë vjen si një himn i qetë, por i fuqishëm, i mbështetur në një melodi baladash që godet thellë në zemër dhe tekst që flet me sinqeritet të zhveshur nga artificat. Bazuar në sekuencat e publikuara paraprakisht në rrjetet sociale, videoklipi i këngës Jetë është ndërtuar mbi imazhe të forta vizuale, të cilat pasqyrojnë atmosferën e dhimbjes, sakrificës dhe mungesës së drejtësisë. Ngjyrat e zbehta, ambientet e ftohta dhe ndriçimi i zymt janë përdorur për të përforcuar ndjesinë e vuajtjes së heshtur. Egli shfaqet në disa skena me një ekspresivitet të jashtëzakonshëm emocional, duke mëshiruar çdo varg të këngës me shikimin, lëvizjen dhe praninë e saj. Balada me strukturë të thjeshtë muzikore por e ngarkuar emocionalisht jep një zë realiteti që shpesh anashkalohet. Jeta e përditshme e një gruaje që nuk ka pasur kur luksin e lehtësisë e vetme përballë botës, ajo lufton për ekzistencën e saj, për fëmijët e saj, për dinjitetin e saj. Jetë është më shumë se një këngë, është një rrëfim i një gruaje që flet për më shumë të tjera si ajo. Egli Tako ka qenë më aktive se kur në Instagram, ku ditëve të fundit ka ndarë pjesë nga procesi i realizimit të këngës. Do ta komentoj pak këngën për të vazhduar më tej. Do me thënë, Egli hyri me një moto në Big Brother, dhe ju të gjithë e dini se cila ishte motoja e Eglit, të ngritën zërin edhe të flet hapur për depresionin, ankthin, stresin, fenomene që janë shumë të pranishme në shoqërinë tonë, fenomene që shoqërinë tonë e prekin çdo ditë,
fenomene që shoqërinë tonë e godasin çdo ditë dhe fenomene që shoqërisë tonë i japin mendime të ndryshme negative ku nuk mundet të realizoj ëndrrën e saj, ku në këtë rast lidhet edhe bullizimi, por dhe paragjykimi që është pjesë tabu në shoqërinë tonë. Dhe misioni i Eglit, qëllimi i Eglit që hyri në Big Brother ishin këto, që të flet për këto tabu, të cilat fatkeqësisht nuk po thyen më kur. Dhe kënga jetë, e cila përfshin një dimension më të gjerë të artit, ndryshe nga këngët e tjera, kënga jetë mban shumë mesazhe brenda. Ka mesazhin e forcës, ka mesazhin e guximit, sepse edhe të guxosh për diçka në jetë është një arritje, domethënë punët të cilat të paktën që ne po bëjmë është guxim. Ka mesazhin e dhimbjes, atyre dramave të përditshme që ne kalojmë dhe shumë misione të tjera. Dhe kur jemi te këto misionet, Egli, pasi që nuk e arriti dot në Big Brother, ta ketë misionin e saj kryesor, sepse unë kam thënë gjithmonë që Big Brother i të rëmben, po nuk e rëmbe vetia atë, domethënë është sfidë në vete krejtësisht. Mendoj që Egli nëpërmjet kësaj këngës është munduar që të përmbledh të gjithë mesazhin që Egli nuk arriti dot ta jep. Me qindra komente janë mbledhur në postimet e saj ku fansat edhe ndjekësit shprehin mbështetjen, emocionin dhe padurimin për të parë premierën e këngës. Një nga postimet e saj të fundit, Egli shkruan: "Kjo këngë nuk është vetëm për mua, është për ty që e lexon këtë, për ty që je ndritur çdo mëngjes pa fuqi, por ke ecur përpara, për ty që nuk të kupton, por që e deshe jetën edhe kur të kishte kthyer kurizin." Pritshmëritë e larta janë shumë për suksesin e këngës Jetë, me një tematik kaq të thellë, me një zë kaq të veçantë si ai Egli Tako dhe një videoklip emocionalisht goditës, pritet që Jetë të jetë një nga këngët më të klikuara në 24 orët e para pas publikimit. Jo vetëm si projekt artistik, por edhe si mesazh i fortë shoqëror që lidhet ngushtë me aktualitetin dhe sfidat që po përjetojnë shumë gra në hapësirën shoqërore dhe më gjerë. Kjo nuk është thjesht një këngë, është një mision. Egli Tako nuk ka frikë më të flasë për realitetin, nuk ka frikë të qajë me publikun e saj dhe as të përçojë një mesazh që dhëm. Ajo vjen me një thirrje për reflektim, për dashuri, për solidaritet mes njerëzve, por veçanërisht mes grave që shpesh ndihen të vetme në luftën e tyre të përditshme për jetën. Në vetëm 4 orë nga tani, publiku do të ketë mundësinë të ndjekë premierën e një prej projekteve më të thella që Egli Tako ka sjellë ndonjëherë. Jetë nuk do të jetë thjesht një këngë për tu dëgjuar, do të jetë një përjetim, një ndjesi që do të qëndrojë gjatë në mendjen dhe zemrat e dëgjuesve. Qëndroni gati. Sot në orën 18 Jetë do të linë në ekranin tuaj, por do të prek zemrën tuaj, sepse kjo këngë nuk flet për një jetë, por për jetën e shumë grave që pavarësisht gjithçkaje zgjedhin të mbijetojnë me shumë dinjitet. Kështu që të gjithë presim këngën e Eglit, një super premier.